Për sot po ju sjell një recetë të shijshme dhe të shëndetshme puding me fara kia, kos dhe të sherr. Nëse dëshironi që të filloni ditën me plot energji, ruajini këtë recetë dhe provojeni në shtëpinë tuaj. Fillimisht në një pjatë hedhim farat kia, shtojmë qumështin, këtë masë e përziej mirë, e mbështjellim dhe e lëm të qëndrojë 2 deri në 3 orë apo më mirë është ta lëm gjithë natën. Pasi pudingu ka fituar këtë konsistencë, hedhim mjaltën. Në blender shtojmë frutat, shtojmë kosin, mjaltën, i përziejmë së bashku, i kalojmë në një pjatë tjetër. Tek frutat hedhim tërsherën, e përziejmë dhe lëm të zbutet tërshera. Pastaj montimin e gota, fillimisht hedhim këtë masë me tërsherë, sipër shtojmë pudingun me fara kia. Në fund shtojmë kosin të përzier me mjalt. Sipër mund të shtoni fruta mali, mund të shtoni fara kia apo çfarëdo që ju dëshironi për të zbukuruar. Kjo ishte receta për sot, miru takofshim me recetat e radhës.